Territori i Kosovës për datën 7 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe rreshjeve të shpeshta të shiut. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në disa zona, ndërsa pasditja vijon me mot të vrenjtur dhe rreshje lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 7 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:36 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:03 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 11 gradë Celsius. Pej 1 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 12 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 12 gradë Celsius.